por megjithatë takimi ja ka vlejtur, mbledhja ka qenë e dobishme, për shkak se u sqaruan shumë gjëra. E njëra ndër gjërat që u sqarua, me të vërtetë është e çuditshme dhe është brengose. E kjo është që për bindjen time të fuqishme, partitë opozitare, PDK dhe LDK, e kanë keq lexuar atë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe po e keq interpretojnë atë publikisht. Pra po e ritheksoj, PDK dhe LDK e kanë keq lexuar atë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe po e keq interpretojnë publikisht. Nuk është as qëllimi, as kuptimi i atij gjykimi çfarë po thuhet publikisht nga PDK-ja dhe LDK-ja. Në këtë aspekt, konkretisht, gjykata kushtetuese nuk ka thënë që komisioni për votim të fshehtë është antikushtetues dhe as që votimi i fshehtë është i tillë. Po ashtu gjykata kushtetuese nuk thot askund që kryesuesi Avni Dehari ka bërë ndonjë shkel. Nuk mund ta gjejmë asnjë pikë, asnjë paragraf, asnjë fjali të asnjë paragrafi ku thuhet që kryesuesi ka bërë shkel. Prej se ka filluar me udhëheqjen e seancës konstituive me datën 15 prill, asnjëherë Avni Dehari nuk e ka bërë asnjë shkel. Pra do të përballem me këtë fakt. Tjetra, në asnjë paragraf dhe me asnjë fjali të asnjë paragrafi, nuk thot gjykata kushtetuese që ka pasur shmangje nga rendi i ditës. Rendin e ditës, gjykata kushtetuese e përmend në pikën 153 dhe tek ajo praktikisht tregon cilat janë 4 pikat e rendit të ditës. Në paragrafin 153, gjykata kushtetuese, kur i numëron këto 4 pika, praktikisht aty shihet qartë se bëhet fjalë për synime të rendit të ditës, jo për mënyra. Këtu besoj që është lajthitja në cilën ka rënë opozita.